Mirë, por i kthehemi tash në studio të ndëruar shikues dhe flasim për këto aktivitete që çysh e thamë edhe në hyrje të programit, po ndodhin edhe në kryeqytet edhe në qytete të ndryshme të Kosovës, e që në qendër sigurisht i kanë aktivitetet për diasporën, edhe pse ne po flasim tash për Prishtinën, Akull në vetë quhet aktiviteti me 44 ditë apo jo, edhe net ku ka edhe, nuk e di, muzikë, ka art, ka grafit, ka sport, ka edhe gastronomi sa dush. Flasim me Viola Musliun nga Sport Marketing. Mirëmëngjesi Viola. Mirë se erdhe. Edhe na tregon për më tepër për këto aktivitete që organizohen tash sa vjet po bën. Si me këtë emër? Prej vitit 2021 kemi filluar me këtë idenë me Akull në Verë. 5 vjet po. Ka pas sukses ka pas sukses të madh, jemi shumë të kënaqur se po i shohim prej përgjigjeve të qytetarëve që kena edhe prej performancave të mira që bujnë edhe artistat vendor. Është një atmosferë e mirë edhe jo mbu disa vite, po rezultatet kanë qenë të mira, kështu që jemi edhe na të kënaqur andaj. Pak a shumë kjo Akull në Verë është një replikim i Verë Ndimën. Pra, ajo që ndodh Verë Ndimën ndodh me Akull në Verë. Pra, si aktivitete pak a shumë, që mbahen në qendër Prishtinës edhe ka se realisht, si më thonë, 44 ditë, një muaj e gjys ngjarje aktivitete. Mvaret edhe prej si çu fillon, edhe prej motit mvaret, po na punën tonë po e bojmë, po i bojmë para përgatitet, lajmërimet, thirrjet publike, lista e përzgjedhjes çau bu, edhe kreti kemi boj, kemi qenë të gatshëm me fillu prej datës 29 që është para pa prej stafit tonë, po bizneset kush ka dashur me fillu ka fillu, mirë po normalisht që siguria e qytetarëve është prioritet për neve, edhe ka pas edhe frikë për qytetarëve për me dalë, edhe ndoshta me shiu sheshin. Jo, dhe rekomandimi ka qenë mos me dalë nëse nuk kemi ndonjë obligim si më detyrimisht. Kështu që bizneset kanë filluar me datën 21, kush ka dashur me punu me shit produktet që i kanë pas me i promovu. Mirë po, këngëtarët nuk kanë mujtë me dalë në skenë, sepse nuk kushtet atmosferike s'kanë qenë të mira. Qa është, si me thonë, Akull në Verë? Qa ka në qendër? Edhe qa është ideja e Akull në Verë? Akull në Verë është një festival veror, që tash këtë vit po vjen me konceptin Colorful Edition. Krejt ideja jonë është me pas një vend takim qytetarët në shesh, si në sheshin Skënderbeu, si në sheshin Zajr Pajaziti, edhe me pas një vend takim krejt ata si diaspora, si vizitor për qyteteve tjera të Kosovës, po si edhe qytetarët, po turistat e huaj, kemi promovim shumë të madh edhe për turistave të huaj si vendin si Kosovën ose edhe për Prishtinën. Për ma shumë se një muj që përmende edhe te, ma shumë se një muj kemi muzikë, kemi DJ, kemi aktivitete kulturore, gastronomi, kemi mundësi me provu ndoshta edhe produkte që nuk e kemi pa ma herët, nuk e kemi pas mundësin me vizitu krejt Prishtinën, me i pa bizneset lokale, kështu që është mundësi e mirë edhe për bizneset lokale, sepse i promovojnë produkte që i kanë. E mira është që në kriteret që na i kemi në kontrat, kur aplikojnë bizneset, nuk ka nevojë me pas përvojë ma shumë se 3 vjet, 2 vjet. Edhe në 1 vjet munden me apliku bizneset që dojnë me... Të çfarë kategorie mundin me qenë bizneset? Gastronomi? Gastronomi. Qa është karakteristika që duhet me pas ata për me zonë i vendet? Duhet me qenë të regjistruar në ARBK, edhe duhet me operu në Prishtinë. Qëllimi është që me ngrit ekonominë lokale edhe me ngrit bizneset lokale. Tash çfarë do lloj produkte që ata kanë me promovu. Pra po flasim për produkte ushqimore gjithmonë, a? Produkte ushqimore, kemi pije freskuse, tash për verës, mirë po ka edhe aktivitete... Po jo madra, jo produkte tjera, si van? Jo. Jo, ato, nëse shpreh dëshirë dikush me bu diçka për shembull kulturore, munden me edhe me promovu. Krejt në varë se qush aplikojmë andej në kontrata për me rand shkojnë, nëse i plotësojnë kriteret dhe shpranohen. Sa biznese janë përgjithsisht, se po i shohim edhe videon edhe realisht kjo edhe në bazë të kësaj videoje promovuese, po m'duket është videoja e këtij edicioni? Po, e këtij edicioni. Apo shohim nga edicionet e kaluara, e këtij edicioni? Po i sheni edhe jo në shtëpizat me ngjyra. Kemi dashur me bu këtë vit Colorful Edition, sepse vera është stina e ngjyrave. Stina e ngjyrave, absolutisht. Kështu që çdo qytetar që vjen me vizitu Akull në Verë, me ndjat atmosferën në hymje të Akull në Verë, edhe ngjyrat karakterizohen me... Sa biznesi janë aty, sa shtëpiza janë? Rreth 40 janë. Tash varet edhe sa është numri i përcaktuar në kontratë, se nuk mundemi me pranu ma shumë se sa kemi kapacitet. Ka interesim shumë të madh. Normalisht që na e kemi edhe listën e pritjeve, që nëse një biznes heq dorë në momentin e fundit, ja japim mundësinë atij që është në listën e pritjes me radhë si kanë apliku. Mirë po është interesimi i madh edhe ka shtëpiza mjaftueshëm për me mujt me shfrytzu qytetarët krejt sheshin.
Edhe realisht se edhe festivali, si po quhen manifestimi, festival apo jo? Festival, po. Festival i verës. Festival veror. Ka 44 ditë edhe net. Pra nuk është që vetëm mbrëmje pritet me pas një aktivitet, një koncert e mandej me u hap ato shtëpisat. Edhe tash nuk e di, po pas orës 10-11 nëse shkojmë, ka biznese, janë ato shtëpisat e hapura, ka njerëz që ulen me pi diçka me nejt aty. Pra, si më thonë, edhe gjatë ditës ka ngjarje, ka një aktivitet, ka një zhvillim. E mira është që festivali nuk ka veç muzikë, edhe DJ. Kemi në mbrëmje performanca shumë të mira live që kemi me pas prej artistave vendor, si që pam edhe dje Sabri Feyzullahun. Sabriu ishte mbrëmë? Po, Sabriu ka qenë mbrëmë. E ka sjellë një atmosferë fantastike. Do me thonë, na mërmallëm i po atë shumë njerëz në shesh të mbledhur. A kishte shumë mbrëmë? Edhe shumë ka pas. U paralajmëru për shije, për suji, po s'pati, ishte qetë mbrëmë. Po besoj që në moment fundit krejt e kanë marrë atë iniciativë dhe kanë dalë, e ka sjellë një atmosferë shumë të mirë, Sabria që është normalisht me hitet e tij të pavdekshme dhe klasike. Këto kushtet atmosferike nuk kanë qenë shumë në favorin tonë, mirë po gjatë ditës, po, që përmendet edhe jo që bizneset mujnë me operu edhe gjatë ditës, kemi pije freskuse, ideja krejt është që qytetarët me pasi për ditëshmëri tyre, ku të kthejmë për i punës. Edhe realisht sheshi edhe ashtu gjatë gjithë kohës ka njerëz. Po. Pra, ka shumë aktivitet, kuptimin edhe edhe të këtyre bizneseve edhe të bizneseve të tjera që janë aty, po sidomos edhe gjatë kësaj periudhe të verës mbushet sheshi edhe ashtu, kështu që mirë është që po organizohen ngjarje si kjo për me mbledh në një vend. Po, i mbledhëm në një vend dhe ka një vend takim pas punës, para punës, në pauzë, ku mund edhe me provu ushqime aty, me pipi e freskuse, po e mira është që nuk ka veç muzikë edhe DJ, ka edhe aktivitete kulturore. A ka për shembull, është një DJ, një natë Sabri Feyzullahu, ata zonë për lokacione të ndryshme, në një pjesë është DJ, në një pjesë është Sabri Feyzullahu. Pra prindërit shkojnë aty, fëmijët i lojnë. Po, çajo është e mira, se festivali është për krejt grup moshat, për fëmijë, për familjar, për rritur, për trinj, janë krejt. Tash nëse të pengon zhurma shumë e madhe koncerteve live që mbohen, mundesh më shku të Zahir Pajaziti që e kemi një koncertet të Zahir Pajaziti ç'është? Ç'a dallon Zahir Pajaziti? Jo, e kemi koncertet e marrim veç te Skënderbeu. Te Zahir Pajaziti e kemi shtëpiza që janë të vendosura për ushqim, për pije edhe për që mundemi me ndëgju muzikë vetëm prej atyne zmadhuesve të zonës. Edhe me bu muhabet. Me bu muhabet, më u kënaq me shoqëni, me u mbledh, po e mira është që kemi edhe aktivitete kulturore. Kemi Hyrox Challenge, kemi Prishtina Running Club, kemi spektakle, akrobacione për fëmijë, grafiti për trinj edhe tritur për fëmijë, kemi turnej basketbolli, mini futboll, kemi aktivitete të mjaftueshme që me përmbush ata që nëse nuk don me ardhë mbrëmje në koncert, mundesh edhe gjatë ditës me shfrytzu për aktivitete kulturore. Okej. Jo, hajde se po flasim se mboni përshtypje edhe kur e përmendëm përveç gastronomisë dhe muzikës që pra e përmendëm pak a shumë, po hajde po ndalemi te detajet që art, grafit edhe sport. Pra ç'a janë këto? Ç'a ka me pas brenda këtyre? Gjatë këtyre ditëve nuk kemi datë të caktuara, po gjatë ditës na edhe kemi Instagramin edhe rrjetet tona sociale se edhe web faqen e sport marketingut, Prishtina Festive ose në Instagram ose sport marketing, që gjithmonë qytetarët mundin me u informu për çdo lloj aktiviteti që na e mbajmë si me akullën verë, si me verë ndimër edhe aktivitete tjera që i mbajmë si ndërmarrje. E kemi basketbollin, kemi futboll, kemi me vrapu, ushtrime të ndryshme. Ku janë këto përgjatë sheshit? Po, në shesh. Okej. Që mundemi me majtë Zahir Pajaziti ose të Skënderbeu. Tash, për shembull, vrapimi bëhet në shesh. Kemi pas kështu pak se një Sigar, sigar të vogël mes qytetarëve kush don me marr pjesë, është i hapur për krejt. Do të thotë për çata u bë Colorful Edition sepse është i hapur për krejt njerëz. Çka keni dashur të tregoni me këto Colorful Edition? Me i dhonë ngjyrë Prishtinës, a? Me i dhonë ngjyrë, atmosferë të mirë, është verë, kemi nevojë për ngjyra, kemi nevojë për atmosferë. Edhe Prishtina ka nevojë për shumë ngjyra. Po. Kështu që mirë që kemi marrë këtë iniciativë. A bashkon se edhe kur e përmendet edhe ju po dhoni në hyrje të programit, thash që se më thon aktivitete në qendër ka pra me u ideu ose u ideu për bashkëdhëtarët, kryesisht që vijnë për bashkëdhëtarët, por nuk përjashtohemi edhe ne, si më thon. Jo, normalisht. Pra, si përqindje, a vijnë më shumë qytetarë që janë të Prishtinës e të Kosovës, apo janë bashkëdhëtarët që janë të etur për këto aktivitete edhe mblidhen edhe ndjekin? A keni një perceptim për këtë? Po, na kur e kemi fillu sport marketingun, më falni, festivalin Akullën Verë dhe Verë Ndimër, kemi pas atë shumë turistat huj, sa që jemi çudit pak, se është edhe atrakcion turistik sheshi për gjithë turistat që vinë jashtë Kosovës, po edhe jashtë qyteteve të Prishtinës. Po. Domethënë kemi pas qytetet Kosovës që kanë ardhur shumë, janë mbledh këta ata familjar të rinia dhe kanë ardhur me buni atmosferë shumë të mirë në sheshin.
po përqindje nuk e di, pak si baraz janë. Po. Edhe në këtë kohën e diasporës, tash i kemi edhe diasporën që po gëzojmë shumë që janë diaspora me shiju këtë festival. Edhe dyqysh na e kemi pas agron gjithë i dojmë Krishtlindjet edhe festat e fund vitit. Festat i dojmë përgjithësi shumë. Po, amo gjithë ajo atmosfera e mirë për vitin e ri edhe ato dekoret, ato shtëpizat, Christmas market që i kena bo gjithë, e kemi pas shumë qef. Tash është e mira që na ka ardhur kjo mundësi edhe verës, me pas dekore, me i pa këto shtëpizat bukra, me pa performanca. Edhe realisht me pa vjolla dhe diçka tjetër që e përmend edhe vetë edhe shumë e rëndësishme ta zom mram. Ta zom ka qenë Sabri Fizullah. Me shku me ndëgju Sabri Fizullah ndikun, du të me pagu bilet. Ta zom nëse shkon familja 5 antarë, du të me pagu bileta. Hajde, po thonë që për 5 antarë që mund të ketë një kosto 100 euro, veç bileta. Pra ti ato 100 euro i kursen, edhe ndje koncertin, edhe je në një ambient të hapur, ndërkohë që mundesh me konsumu diçka, ushqim, pije, edhe vërtet me kalu një mramje. E mira ajo është, se munden me shfrytzu edhe pauzën, mundesh me shfrytzu edhe pas punën, edhe mbramen që duhen me pas një freski, pse tash freski as muna mungon çdo moment. Jo, tash kemi nevojë për diell. Për ngrohtësi. Për ngrohtësi. Po mirë është, kështu për shfrytëzojnë, din me bëni atmosferë shumë të mirë. Krejt moshat, si të veçlit po dhe të Po, sigurisht, absolutisht. A mund të shme i përmend disa prej emrave, unë në listë e pashtë, realisht, festivali pati me nisë me Drena Bazin, po, edhe me Zigzag Orkestra, me Drena Bazin, po, normalisht për shkak të motit, ajo nuk mbajt, po disa prej emrave tjerë që kanë me performu gjatë netëve në vazhdim. Po, me datën 21 ka pas me performu Drena Bazin, është planifiku ashtu prej gjithve, e kemi japë edhe njoftimin që ka me performu, mirë për normalisht prej institucioneve shtetërore që kemi pas rekomandime mos me dalë në stuhi, sepse ka me qenë moti jo i përshtat shumë, sidomos për koncerte dhe për aktivitete kulturore, e kemi shtyt Drena Bazin për një datë të pacaktuar, sepse kanë qenë edhe artista tjerë që i kemi paralemru deri me datën 26, kanë shku mandej si pas datave që i kemi paralemru. Sot e kemi Bibi Poqin. Okej. Është një super artist që me zi po prese me dëgju duke performu sheshet e Prishtinës, edhe mira është që... Me ato kongë të tjede, kongë të rakë që dina me i performu. Nuk po besoj që ka më këthy shpepajk, nuk kanë në këtheu. Këtheu, jasë. është e pa mundu me... Se lojnë në këthy. Jo, asnjarë. Kështu që nesër e kemi edhe Gjaner Gashin, pas nesër e kemi Majkon, me datën 26 e kemi të Uta Selimin. Këto i kemi të paralemrume me datat të sigurta, vetëm nësë ndodhë naj paparashikim që i kemi të motit. Kemi edhe artista tjerë që është Ermal Fizullah, Nuraj Strefi, Dyton, vjetori që ka qenë edhe fitusi Kongës Magjike. Festivalit Kongës në RTK. Po, në RTK. Kush është tjetër? Okej, pas kemi listë shumë vjeta të këngëtarëve. 30 e këngëtarë, kemi mjaftu shumë net kështu me i shfrytzu, edhe këngëtar artista shumë të mirë, me performanca shumë të mira live. Qysh po ndihen artistat kur po performojnë para një masë të madhe të njerëzve aty në Prishtinë? Kur e kemi pas... Se është ndryshe edhe për ta, me performu në një klub, edhe ndryshe në një skenë shumë atë madhe. Po besoj që është ndjenjë e mirë, se është ndryshe me performu në zamër Prishtinës, me një atmosferë fantastike, kur e kemi pas verë ndimër, me paka shumë këto koncerte kemi mbajtë të George Bushi aty, ka qenë atmosfera tepër e mirë, edhe çdo këngëtar që ka dalë prej aty, nuk e kam prit që kemi pas një publik krejt që kanë me këndu bashkë me neve dhe s'kam më mblun mu me këndu fare. Kështu që është mirë me ja jap këtë ndjenjë edhe këngëtarit që vjen në shesht Prishtinës, në zamër të kryeqytetit. Sa përket grafiteve edhe artit, për shembull, ta zëm përveç këtyre mbramive që absolutisht janë shumë të rëndësishme edhe interesante, po a ka diçka që festivali e lën, si më thon, mbetet një shehje e festivalit për gjithë neve edhe për qytetin, për Prishtinën, nuk e di, një mural, një grafit, një diçka që i mbetet, si më thon, një gjurmë Prishtinës. I kemi tash fatkeqësisht na nuk mundemi me bu me vendos në shesh diçka ose se tash ka koncerte të ndryshme dhe festivale ndryshme që mbahen në shesh gjatë verës, jo vetëm akull në verë. Ka me pas art, aktivitete kulturore, ka ndër shumë të mira për foto, që fotot janë një kujtim shumë i mirë edhe me mbajt aty. Kështu që po, ka me pas grafiti, ka me pas art, ka me pas spektakle për fëmijë, këto krejt na i publikojmë edhe në webfaqen tonë në Sport Marketing, po edhe rrjetet tona sociale, Prishtina Festive edhe Sport Marketing. Okej, ndërkohë tash, si më thonë, me njerë pas shtatore, filloni me u bogati për verë ndimën, me sjell verë ndimën. Po. Okej, para shumë konceptin mbetet i njëjtë, a? Po, ideja është që me sjell freski verës,
edhe dimrit ngrohtësi. Se mas shumë të pijet që konsumohen gjatë dimrit janë çokolada e nxehtë, verës këtu pijet freskuese si limonata edhe pijet ndryshme freskuese. Çat ide e kena që qytetarët me ndi veten sa më rehat edhe me pas një vend takim kështu perfekt. Edhe keni bo gjitha- bashkë atëherë kur vjen diaspora, pra si më thon bashkëdhetarët tonë, edhe në periudhën e para Krishtlindjeve, edhe tash në këtë periudhën e pikut verës kur kemi kështu numrin më të madh të bashkëdhetarëve tonë. I përmendet disa herë Viola edhe numrin e madh, si më thon, të qytetarëve që janë në Prishtinës edhe bashkëdhetarët, po edhe njerëz që vinë prej qyteteve tjera të Kosovës. Ka realisht një numër të madh tyne apo jo që vinë edhe dojnë me kalu një mbrëmje në Prishtinë. Na bojmë hajgaren me stafin tonë që nuk po jena as kjerët ku milion, as na, se po ka shumë interesim të madh që po vinë prej qyteteve të ndryshme të Kosovës. Po besoj që i mungon kjo Kosovës, kjo atmosfera dhe diçka që mundesh me u kënaq me muzikë, me aktivitete, është një eksperiencë shumë e mirë që mundesh me përjetu edhe është pa pagesë krejt. Janë të hapur krejt qytetarët me bu aktivitete vullnetarisht çfarë do fushë që ata dojnë basketboll, futboll ose edhe grafiti, Hyrox me vrapu në Çfarë shesh. është Hyroxi? Hyrox është me vrapu edhe me bu ushtrime. Nuk e di, saktësisht është 8 kilometra me vrapu, me bu ushtrime, nuk e di. Është një kombinim i mirë i sportit. Që nga interesant edhe me provu një përvojë e re edhe për, që nuk e ke bu ma herët, pse mos me provu. Edhe për trit, edhe për këtë ata që dojnë me u përfshin. Mirë Viola, me që jenë nga sport marketing, po kisha dashur me shfrytëzuar rasti me folë edhe për pishinën e Gërmis për shembull. Ju e menaxhoni pishinën e Gërmis, edhe pishina realisht është një prej dikur thuhej që është një prej pishinave më të mëdha në region, në Kosovë normalisht, po më të mëdha edhe në region, një pishinë vërtet që duket bukur mirë, po tash në këto vitet e fundit po është këtë lashja me ujë ndoli edhe ky informacioni mandej që fatmirësisht u demantua, pra doli informacione që mund të jetë ujë me probleme, mirë po pas analizave doli që është gjithçka në rregull. Pra sapo në një farforme po e dëmtojnë këtë operimin në pishinën e Gërmis. Agron, me folë për produkte të gastronomisë është edhe marketingu i keq, edhe marketingu i mirë, po gjithçysh është marketing. Kështu që kjo që po na ka ndodhur këto vitet e fundit me pishinën e Gërmis, ka qenë marketing shumë i keq, sepse na i kemi, sidomos këtë vit, uji është shumë i pastër edhe është pak problem me menaxhu gjitha ato hapësira. Përmend edhe ti që është një hapësirë shumë e madhe pishinës së Gërmis, është problem me menaxhu se ka shumë ujë, ka shumë vizitor, mirë po edhe fillojnë përgatitet shumë herët prej ndërmarrjes tonë bashkë me operatorin që e kemi. Kështu që këtë vit i kisha bu thirrje krejt qytetarëve me ardhë se nuk i kemi edhe shumë motën e nxehtë tash, mirë po padyshim që vera ka me bo ato të vetën edhe ka me sjell temperaturat larta, pse mos më u fresku edhe me shku me pa ujin, sa i pastër është, ka ushqim, është vendi shumë i përshtatshëm për fëmijë, për tritun. Edhe këtu ditë për shkak se na e patëm një material, ka nisë edhe shkolla e notit apo? Po, ka nisë shkolla e notit. Fakti që ushtrojnë fëmijët edhe shkojnë aty fëmijët 8 vjeçar, 9 vjeçar, 10 vjeçar, pra një numër shumë i madh i fëmijëve sigurisht me trajnerët e tyre, me trajnerët që janë nga pishina, po. Nga trajnerët e notit, po ishin trajner profesionist. Po, trajner profesionist, ne i kemi tash rreth 700 fëmijë. Pra 700 fëmijë kanë mësuar notin në pishinën e Gërmis. Jo, këtu po du me dalë, domethënë po të mos ishte ujë i pastër, ata fëmijë kishin me qenë aty. Është e pamundur se ti si trajner profesionist nuk mundesh me shty nxënësat që i ke me shku me një ujë që nuk është i pastër se e ke përgjegjësinë ti. Edhe është pak probleme punu me fëmijë, kështu që e marr një përgjegjësi goxha të madhe, kështu që pa u siguru mirë që uji është i pastër, nuk mundesh me marr atë iniciativë dhe me ardh me ushtru notin në pishinën e Gërmis. Është e mirë shumë sepse bën edhe aktivitete gjatë kohës. Apo shfrytëzohet kjo pjesa e amfiteatrit, që është një pjesë shumë e bukur. Shfrytëzohet shumë. Tash normalisht jashtë asaj edhe. Po ka aktivitet. Po edhe për qytetarëve gjatë kohës që janë pishinë. Po që luajnë edhe kështu që vinë luajnë basketboll, po për diplomime, për aktivitete ndryshme për fëmijë, për tritun, angazhohen. Se kanë ndodhur që mbajtë edhe koncerte aty, ose me DJ. Edhe koncerte me DJ. Na i kemi plane tash me bua dhe koncerte aty me DJ, me muzik live. Bina është shumë e mirë, skena shumë e bukur. Bina është shumë e mirë, ato janë edhe karriget aty që mundën. Natyra e Gërmis fantastike, kështu që. Ajri i pastër. Është e mirë, është e vendosur në vend. Pishina kur e përmend edhe ajrin, domethënë pishina e Gërmis ka një lokacion fantastik, si asnjë pishinë tjetër mbase. Se është e përmendëm edhe mallësinë që s'pengon kërkush në ujë e para, edhe mandej është një pishinë mes malit. Mes malit, edhe ajri i pastër. Ku e ke ajrin e pastër. Po. Është mirë se munden me shfrytëzu, po edhe pas vrapimit që e bojnë në Gërmi ose pas ecjes që e bojnë për shëndetjen më të mirë normalisht në Gërmi, munden me u kthy në pishinën e Gërmis deri në 6 janë hapur.
E kemi pas edhe një vizitore të huaj që ka ardhur para një jave në pishinën e Gërmis, edhe dishte vetëm me provu, edhe të hymë ja tha unë veç po hi, përshikoj ujin një herë se kom pa lajme që nuk është Ishte huaj? E huaj, po. Edhe kur e pa ujin ka ardhur triti trasht, ajo kështë ardhur për pushime, me pa Kosovën, me pa Prishtinën posaçërisht, kështu që po ju bëj thirrje ke qytetarëve me ardhur me provu, me pa. Nuk është shumë vend i mirë, atrakcion shumë i mirë, se mundesh me shfrytzu edhe pishinën. Edhe diçka që duhet me ju thonë Viola, domethënë se po du me përmend ato që është, si më thonë me promovu ato që duhet. Pra, edhe në dallim me pishinë të tjera, çmimet janë shumë më të favorshme të biletave, apo jo? Çmimet janë shumë të favorshme. E kemi gjatë javës 4 euro për të rritur, 3 euro për fëmijë. Vikendi është normalisht më i ngarkuar, e kemi biletën 5 euro për të rritur, 3 euro vazhdo me qenë për fëmijë. Janë çmime jashtëzakonisht të arsyeshme, të e marr parasysh edhe inflacionin që e kemi tash në Kosovë dhe në krejt botën. Një pas dite mundesh marrë pas punës me i pru fëmijët, edhe pse jo, 2 orë me shfrytzu 2 orë, është mjaftueshëm për fëmijë. Mirë Viola, faleminderit shumë që erdhe sot, edhe na tregove më tepër për këto aktivitete që organizon edhe një herë pra në Prishtinë, akull në verë janë ka nisë realisht, pra po na tregonte Viola që mbrëm ka qenë një koncert fantastik i Sabri Fizullat, pra edhe sonte edhe ditëve netëve në vazhdim kanë pas koncerte të ndryshme, kështu që shkonin në sheshin Skënderbeu, edhe në sheshin Zare Pajaziti, përgjatë gjithë sheshit ka plot aktivitete që organizohen, pra edhe koncerte, edhe aktivitete sportive, edhe ngjarje të ndryshme që mban aty, edhe fare nëse s'ka koncert, atmosfera është fantastike gjithë. Normalisht. Sidomos me këto shtëpizat edhe me këto ngjyrat që i janë dhënë sheshit Prishtinës. Po ku ka më mirë agron, me dalë në shesh me ngu muzikë, më kënaq me shoqëni, është atmosfera shumë e mirë. Ne po kërkojmë një vend me dalë, me ndryshu pak, si më thonë, ambientin e shtëpisë edhe me u relaksua bashkë. Faleminderit shumë ty, Agron, për ftesën. Me kënaqësi. Ju uroj punë të mbarë. I thoj krejt qytetarët me ardhë, me provu vetë, s'kam gjë me thonë më shumë. Absolutisht, po le të vinden vetë për ato që po ndodh. Mirë, po